Se anjen mund të izolem, mund të bëjmë lajm botror. Pra jemi në gjendje si që të vemi në tensionin e një filmi ku Ania nuk ka zbritur akoma në breg. Akoma s'ka dalë virusi nga Ania. Zombi, po i majmë atje të bllokum. Po mirë më shikon, në rregull. I gjithë. Okej, isha atje në Ania. Ania është mes detit. Po leja vlla Anien atje. Shko Mero atje. Pse du të me sjellëm tokë më vlla? Pra që të bëjmë skenarin, Që të bëjmë gallat. të bëjmë lavazhin e trurit njerëz apo. Ti disa njerëz i besojnë këto gjëra. Shumica. Pa fund. Më thënë, ti e di që sot që ne po flasim, janë në këtë moment që ne po flasim, në një spital në Londër, ma ka treguar vetë mjeku, bëhet bilanc sa vjen vaksinuar nga Covidi akoma çdo 6 muaj. E disa njerëz që vaksinohen. Sa dysh, ka idiot akoma. Vazhdon akoma Akoma sot e kësaj dite. E kuptoni çfarë idiot është ka kjo botë. Bota është plot me idiot. Dgjoj, njerëzimi e ka pas këtë gjë. Budalliku s'ka pas fund kur. E ka thënë Einsteini. Kush është gjë me pafundme? Për universin nuk e di ta, por për budalliku njerëzor e di. Shiko, lajmet kanë nxjerr faktikisht që është fut edhe këtu ke neve. Edhe dhanë një 2-3 qytete që mendohet që është fut. Mos e kuptoj se nga e morën vesh ta që u fut, po. Këta që s'kanë si laborator. Po. Këta që s'kanë nasim jetë e din këta. Nga e din këta. Këta s'kanë nga ta din edhe se kur din qike rusët. Vetë, këto janë inxhinieria sociale, inxhinieria opinionit publik, që prodhon këtë lavazh truri dhe Shqipëria, që është bërë antare OBSH-s, i ka dhënë të drejta OBSH-s të vendosë që do bëhet Shqipëri. Para një viti këmo, para 6 muaj këmo vetë. Kanë miratuar në parlament të dyja palët, se një mendera shu janë të dyja. Dhe po ta shohësh holl këtë punë OBSH-s që nuk duan ta shohin, se duan ta harrojnë pandeminë. Në fakt aty është si një xhandar me kohë, pra si vdekja me kos, që aty po pret të vi urdhë, të vi butoni.